Sot, Instituti Kosovës për Drejtësi fillon zyrtarisht mbledhjen e nënshkrimeve për nisme legislative qytetare për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Përmes kësaj nisme, ne i propozojmë dy ndryshime konkrete. Së pari propozojmë që mosbatimi i qëllimshëm i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese të parashikohet shprehimisht si vepër penale, dhe së dyti propozojmë që përdorimi i parasë publike me qëllim përfitim elektoral gjatë periudhave zgjedhore dhe parazgjedhore të parashikohet si vepër penale. Këto dy propozime kanë një qëllim të përbashkët: forcimin e llogaridhënies dhe mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës. Së pari, duhet të ndalem tek përdorimi i parasë publike. Qytetarët e Kosovës meritojnë politika sociale, meritojnë mbështetje nga shteti, meritojnë shtesa fëmijët, meritojnë pensione dinjitoze pensionistët, meritojnë mbështetje lehonat, meritojnë mbështetje punëtorët. Por këto politika duhet të ndërtohen me ligj dhe mbi ligj, duhet të jenë të qëndrueshme dhe të parashikueshme dhe jo të varen nga afërsia e zgjedhjeve. Në dy palë e fundit të zgjedhjeve të fundit kemi parë vendime për ndarjen e mjeteve publike vetëm pak ditë para votimit. Këto veprime me të drejtë ngrisin dyshime dhe debat publik nëse buxheti i shtetit po përdoret për politika sociale apo për përfitim elektoral. Demokracia nuk duhet me lënë hapësirë për me dyshu. Paraja publike është e qytetarëve. Ajo duhet me u përdorur për interes publik dhe jo për interesa partijake apo elektorale. Pikërisht për këtë arsye propozojmë që përdorimi i parasë apo parasë publike për përfitim elektoral gjatë fushatës zgjedhore apo parazgjedhore të sanksionohet si vepër penale. Po aq i rëndësishëm është edhe ndryshimi i dytë. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese, siç e dini, janë përfundimtare dhe të detyrueshme dhe duhet të zbatohen nga të gjitha institucionet. Megjithatë, në Kosovë kemi parë raste, me 10 raste kur këto nuk janë zbatuar ose janë vonuar së zbatuari. Një nga shembujt më të qartë është aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese për ligjin për pagat në sektorin publik. Gjykata e obligoi Kuvendin që në afat për 6 muajve ta harmonizonte ligjin, ta kthente përvojën e punës për 94.000 zyrtar publik, por një gjë e tillë nuk ndodhi. Si rezultat, sot mbi 94.000 zyrtar publik nuk kanë përfituar pagesat që burojnë nga ky aktgjykim. Kur nuk zbatohen vendimet e Gjykatës Kushtetuese, nuk cënohet vetëm një aktgjykim, cënohet autoriteti i Kushtetutës së Kosovës. Pikërisht për këtë arsye propozojmë përmes kësaj nisme që mosbatimi i qëllimshëm i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese të ketë edhe pasoja të qarta penale. Duhet të theksoj se kjo nismë nuk është kundër asnjë partie politike, nuk është kundër asnjë qeverie dhe nuk është kundër asnjë individi, por është një nismë që synim ka me mbrojt kushtetutshmërinë, ligjshmërinë dhe në mbrojtje të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe në mbrojtje të shtetit të së drejtës. Për ta proceduar këtë nismë nevojiten së paku 10.000 nënshkrime. Këtë proces sot e kemi filluar në Prishtinë, në javët në vijim do të jemi edhe në komunat e tjera të Kosovës. E ftoj secilin qytetar që të bëhet pjesë e kësaj iniciative dhe nëse beson se askush nuk duhet të jetë mbi kushtetutën dhe se paraja publike duhet më u shërby qytetarëve me mbështet pra këtë nismë me nënshkrimin e tij. Ne konsiderojmë se demokracia nuk mbrohet vetëm në ditën e zgjedhjeve, mbrohet sot, mbrohet edhe nesër që do të jemi në Prishtinë. Ne, siç e dini, do të jemi sot në Prishtinë deri në ora 3, do të jemi nesër në Prishtinë pashtu prej orës 10 deri në ora 3, në ndërkohë në qytetet e tjera do t'ju njoftojmë ditëve në vijim përmes platformave sociale tek Instituti Kosovës për Drejtësi, tek Betimi i Drejtësisë dhe përmes mediave të cilat sot jeni sot këtu të pranishëm. Sapo të mbledhim së paku 10.000 nënshkrime, së jemi një numër më të lartë, por së paku 10.000, ne këtë nismë e procedojmë solemnisht tek kryetari ose kryetaria bashkë me kryesinë e Kuvendit. Këtë nismë dorëzohen nënshkrimet, i verifikon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, riprocedohen pasaj prej KQZ-s në Kuvend Kosovës dhe pasaj fillon ftesa për ne si IKD që të shkojmë ta prezantojmë këtë nismë në Komisionin Parlamentar Përgjithshëm dhe respektivisht në Komisionin për Legjislacion. Pasi që Komisioni për Legjislacion ta shqyrton, e miraton në parem apo jo, ne presim dhe do të kontribuojmë me takime të ndryshme tek partitë politike që ta miratojnë këtë propozim. Shkon në seancë kemi të drejtën e
prezantimit të kësaj seance ose e dërgojmë dikën nga deputetët me autorizim, preferojmë dhe do të kërkojmë ngol që ta propozojmë, ta prezantojmë vetë këtë nismë legislative dhe pastaj i mbetet kuvendit që të votojë. Normalisht ne presim që kuvendi e voton këtë nismë, i bën këto ndryshime në mënyrë, siç e thash edhe më herët, me mbrojtë kushtëtitshmëria, ligjshmëria dhe integriteti zgjedhor në Republikën e Kosovës.